Data 14 gusht. 1 Samuelit, kapitulli 4. Fjala e Samuelit i drejtohej tër Izraelit. Izraeli doli të luftoj kundër filistejve dhe ngriti kampin e tij pranë Ebenezerit, ndërsa filistejt u vendosën pranë Afekut. Pastaj filistejt u renditën për betejë kundër Izraelit. Filloi një betejë e madhe, por Izraeli u mund nga filistejt, të cilët vranë në fushën e betejës rreth 4000 veta. Kur populli u kthye në kamp, pleqtë e Izraelit thanë: "Pse Zoti na mundi sot përpara filistejve? Të shkojmë të marrim në Shilo arkën e beslidhjes së Zotit, në mënyrë që të ndodhet në mes nesh dhe të na shpëtojë nga duart e armiqve tanë." Kështu populli dërgoi në Shilo njerëz që të merrnin që andej arkën e beslidhjes së Zotit të ushtrive, që ulet midis kerubinëve, dhe 2 bijtë e Elit, Hofni dhe Fineasi, ishin aty me arkën e beslidhjes së Perëndisë. Kur arka e beslidhjes së Zotit hyri në kamp, i gjithë Izraeli shpërtheu në një brit ngëzimi aq të fuqishme, sa vetë toka u drodh. Filistejt, duke dëgjuar buqimin e asaj britme, thanë: "Çfarë kuptimi ka buqimi e kësaj britme të madhe në kampin e hebrejve?" Pastaj mësuan që arka e Zotit kishte arritur në kamp. Kështu filistejt u trembën, sepse thoshin: "Perëndia erdhi në kamp." Dhe thirrën: "Mirë ne, një gjë e tillë nuk ka ndodhur kurrë më parë. Mirë ne, kush do të na shpëtojë nga duart e këtyre perëndive të fuqishme? Këto janë perëndi që i goditen egjiptasit me lloj-lloj plagësh në shkretë të tir. Qëndroni të fortë dhe silluni si burra o filistej, që të mos bëni skllëvër të hebrejve, ashtu si ata qenë skllëvërit tuaj. Silluni si burra dhe luftoni." Kështu filistejt luftuan dhe Izraeli u mund, dhe gjithkush vrapoi te çadra e vet. Masakra qemet vërtet e madhe. Izraeli humbi 30.000 komsor. Edhe arka e Perëndisë u mor dhe 2 djemtë e Elit, Hofni dhe Fineasi, vdiqën. Një njeri i Benjaminit vrapoi nga fusha e betejës dhe arriti po atë ditë në Shiloh me rroba të grisura dhe me kokën të mbuluar me dhe. Kur arriti, ja, Eli ishte ulur mbi ndencën e tij në anë të rrugës, duke parë, sepse zemra e tij dridhej për arkën e Perëndisë. Sapo ai njeri hyri në qytet dhe njoftoi për atë që kishte ndodhur, një brit mu ngrit nga tërë qyteti. Kur dëgjoi zhurmën e britmave, Eli tha: "Ç'kuptim ka zhurma e kësaj rrëmuje?" Pastaj ai njeri erdhi me të shpejt për t'i treguar Elit atë që kishte ndodhur. Eli ishte 98 vjeç. Shikimi i tij aq i errësuar saqë ai nuk shihte më. Njeriu i tha Elit: "Jam ai që ka ardhur nga fusha e betejës. Sot kam ikur me vrap nga fusha e betejës." Eli tha: "Si vajtën punët, birim?" Atëherë lajmëtari u përgjigj dhe tha: "Izraeli mbathi përpara filistejve dhe u bë një masakër e madhe në popull. Edhe 2 djemtë tu, Hofni dhe Fineasi, vdiqën dhe arka e Perëndisë u mor." Sa u zu në gojë arka e Perëndisë, Eli ra nga ndencja prapa për brit derës, theu qafën dhe vdiq, sepse ishte plak dhe i rënduar. Që gjyqtari i Izraelit 40 vjet me radhë. E reja e tij, gruaja e Fineasit, ishte me bardhë në prag të lindjes. Kur dëgjoi lajmin që arka e Perëndisë ishte kapur dhe vjerri i saj dhe i shoqi kishin vdekur, u krrus dhe lindi, sepse e zun dhimbjet. Në rastin kur ishte duke vdekur, gratë që kujdeseshin për të i thanë: "Mos u trem sepse ke lindur një djalë." Por ajo nuk u përgjigj dhe nuk u kushtoi vëmendje fjalëve të tyre. Por ja vuri emrin fëmijës Ikabod, duke thënë: "Lavdia u largua nga Izraeli", sepse arka e Perëndisë ishte marrë për shkak të vjerrit të saj dhe të burrit të saj. Ajo tha: "Lavdia është larguar nga Izraeli, sepse arka e Perëndisë është marrë." Romakëve, kapitulli 4. Çfarë do të themi pra se përfitoi ati ynë Abraham sipas mishit? Sepse nëse Abrahami u drejtësua nëpërmjet veprave, ai ka me se të mburret, por jo përpara Perëndisë. Sepse çfarë thot shkrimi? Por Abrahami i besoi Perëndisë dhe kjo ju llogarit për drejtësi. Por atij që bën vepra, paga nuk i llogaritet sipas hirit, por si detyrim. Ndërsa atij që nuk bën vepra, por beson në atë që drejtëson të pabesin, besimi i tij i llogaritet për drejtësi. Sikurse edhe Davidi shpall lumturinë e njeriu të cilin Perëndia i llogarit drejtësi pa vepra, duke thënë: "Lum ata të cilëve u janë falur pa udhësit dhe të cilëve mëkatet u janë mbuluar. Lum njeriu të cilit Zoti nuk do t'ia llogarit mëkatin." Por kjo lumturi a vlen vetëm për të rrethprerët apo edhe për të pa rrethprerët? Sepse ne themi se besimi u llogarit Abrahamit për drejtësi. Si pra ju llogarit? Kur ai ishte i rrethprer apo i pa rrethprer? Jo kur ishte i rrethprer, por kur ishte i pa rrethprer. Edhe mori shenjën e rrethprerjes si vulë të drejtësisë
për besimin që kishte pasur kur ishte ende i parethprer, me qëllim që të ishte ati i gjithë atyre që besojnë edhe se janë të parethprer, me qëllim që edhe atyre të llogaritet drejtësia, dhe të ishte ati të rrethprerve, pra i atyre që jo vetëm janë rrethprer, por që ndjekin edhe gjurmët e besimit të atit ton Abrahamit, që ai pati ndërsa ishte i parethprer. Sepse premtimi për të qenë trashëgimtari i botës ju bë Abrahamit dhe pasardhësve të tij jo nëpërmjet ligjit, por nëpërmjet drejtësisë së besimit. Sepse nëse janë trashëgimtar ata që janë të ligjit, besimi bëhet i kotë dhe premtimi shfuqizohet, sepse ligji prodhon zemërimin, por ku nuk ka ligj, nuk ka as shkelje. Prandaj trashëgimia është nëpërmjet besimit. Në këtë mënyrë ajo është nëpërmjet hirit me qëllim që premtimi të jetë i siguruar për të gjithë pasardhësit, jo vetëm për atë që është nga ligji, por edhe për atë nga besimi i Abrahamit, i cili është ati i ne të gjithëve. Siç është shkruar, unë të bëra atin e shumë kombeve, para Perëndis që ai besoi, i cili u jep jetë të vdekurve dhe therret ato që nuk janë sikur të ishin. Ai, duke shpresuar kundër çdo shprese, besoi për të bërë ati i shumë kombeve sipas asaj që i kishte thënë, kështu do të jetë pasardhja jote. Dhe duke mos qenë i dobët në besim, nuk e mori parasysh trupin e tij, i bërë tashmë i vdekur, ishte pothuaj 100 vjeç, as barkun e vdekur të Sarës. Madje nuk dyshoi me mosbesim në premtimin e Perëndis, por u forcua në besim, duke i dhënë lavdi Perëndis, plotësisht i bindur se atë që ai kishte premtuar ishte edhe i fuqishëm të bënte. Prandaj, edhe kjo ju llogarit atij për drejtësi. Dhe nuk u shkrua vetëm për të që kjo ishte llogaritur, por edhe për ne, të cilëve do të na llogaritet neve që besojmë në atë që ka ringjallur prej së vdekurish, Jezusin, Zotin ton, i cili u dorëzua për shkak të shkeljeve tona dhe u ringjall për drejtësimin ton. Jeremia, kapitulli 42. Tër krerët e forcave, Johanani, biri i Kareahut, Jezanjahu, biri i Hoshajahut dhe tër populli nga më i vogli deri te më i madhi, u ofruan dhe i thanë profetit Jeremia: O harrift lutja jon para teje dhe lutju Zotit Perëndis tënd për ne, për tër këtë mbetje, sepse nga shumë që ishim kemi mbetur pak, si po e vere me sytë e tu, me qëllim që Zoti Perëndia yt të na tregojë udhën nëpër të cilën duhet të ecim dhe atë që duhet të bëjmë. Profeti Jeremia u tha atyre: E mora vesh. Ja do t'i lutem Zotit Perëndis tuaj sipas fjalëve tuaja dhe do t'ju bëj të ditur tërë ato që Zoti do t'ju thotë, nuk do t'ju fshe asgjë. Atëherë ata i thanë Jeremias: Zoti le të jetë dëshmitar i vërtet dhe besnik kundër nesh, po qese ne nuk do të veprojmë sipas çdo fjale që Zoti Perëndia yt do të dërgojë të na thotë nëpërmjet teje. Qoftë përgjigjja e tij e pëlqyer ose e papëlqyer, ne do t'i bindemi zërit të Zotit, Perëndis ton, tek i cili po të dërgojë me qëllim që të na vinë të mira, duke u bindur zërit të Zotit, Perëndis ton. Pas 10 ditësh, ndodhi që fjala e Zotit ju drejtua Jeremias. Atëherë ai thirri Johananin, birin e Kareahut, tër krerët e forcave që ishin bashkë me të dhe tër popullin nga më i vogli deri te më i madhi, dhe u tha atyre: Kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit, tek i cili më dërguat me qëllim që t'i paraqitja lutjen tuaj. Në rast se vazhdoni të rrini në këtë vend, unë do t'ju vendos dhe nuk do t'ju shkatroj, do t'ju mbjell dhe nuk do t'ju çrronjos, sepse po pendohem për mjerimin që kam sjell mbi ju. Mos keni frikë nga mbreti i Babilonisë për të cilët trembeni, mos keni frikë prej tij, thot Zoti, sepse unë jam me ju për t'ju shpëtuar dhe për t'ju çliruar nga dora e tij. Unë do të jem i mëshirshëm me ju, me qëllim që edhe ai të jetë i mëshirshëm me ju dhe t'ju bëj të ktheheni në vendin tuaj. Por në qoftë se duke mos ju bindur zërit të Zotit, Perëndis tuaj, ju thoni nuk duam të qëndrojmë në këtë vend, dhe thoni jo, duam të shkojmë në vendin e Egjiptit, ku nuk do të shikojmë luftë, as nuk do të dëgjojmë zërin e burisë dhe as nuk do të vuajmë më nga uria për bukë, dhe aty do të banojmë, e mirë pra, dëgjoj atëherë fjalën e Zotit, o mbetje e Judës. Kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit. Në rast se me të vërtet keni vendosur të shkoni në Egjipt dhe shkoni aty për të ngolitur, shpata nga e cila keni frikë do t'ju arrijë aty në vendin e Egjiptit dhe uria prej së cilës kishit aq frikë do t'ju ngjitet në trup atje në Egjipt dhe aty do të vdisni. Do të ndodh pra që tërë ata që kanë vendosur të shkojnë në Egjipt për të banuar atje do të vdesin nga shpata, nga uria apo nga murtaja. Asnjë prej tyre nuk do të mbetet gjallë dhe nuk do t'i shpëtojë kësaj fatkeqësie që unë do të sjell mbi ta. Sepse kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit, ashtu si zemrimi im dhe tërbimi im janë derdhur mbi banorët e Jeruzalemit, kështu tërbimi im do të derdhet mbi ju kur të hyni në Egjipt
dhe do të bëjnë një objekt nëme, habije, mallkimi, turpi dhe nuk do ta shihni më këtë vend. O mbetje e Judës, Zoti ju thot: mos shkoni në Egjipt. Dijeni mirë që sot ju kam paralajmëruar në mënyrë solemne. Ju keni përdorur mashtrimin kundër vetes suaj kur më dërguat tek Zoti, Perëndia juaj, duke thënë lutju për ne Zotit Perëndis tonë dhe tërë ato që ka për të thënë Zoti Perëndia ynë, ne i tregoj me besnikëri dhe ne do t'i bëjmë. Unë u bëra të ditur sot, por ju nuk i bindeni zërit të Zotit Perëndis tuaj dhe asgjëje nga ato që ka dërguar t'ju thot nëpërmjet meje. Por dijeni mirë pra, që ju do të vdisni nga shpata, nga uria dhe nga murtaja në vendin ku dëshironi të shkoni për të banuar. Psalmi 18. Të dua o Zot, forca ime. Zoti është kështjella ime, fortesa ime dhe çliruesi im, Perëndia im, shkëmbi im ku gjej stre, mburoja ime, fuqia e shpëtimit tim, streha ime e lartë. Unë i kërkoj ndihmë Zotit, që është i denj për të lëvduar dhe kështu shpëtoj nga armiqtë e mi. Dhëmbje vdekjeje më kishin pushtuar dhe përrej njerëzish të kopshëm më kishin të merruar. Ankthet e Sheolit më kishin rrethuar dhe leqet e vdekjes më rrinin përpara. Në ankthin tim kërkova Zotin dhe i klitha Perëndis tim. Ai e dëgjoi zërin tim nga tempulli i tij dhe zëri im arriti para tij në veshjet e tij. Atëherë dheu trondit dhe u drodh, edhe themelet e maleve luajtën dhe ran, sepse ai ishte zemëruar shumë. Një tym i dilte nga flegrat e tij dhe një zjarr shkatrimtar dilte nga goja e tij. Nga ai shpërthenin thëngji. Ai i uli qejt dhe zbriti me një mjegull të dendur poshtë këmbëve të tij. I kishte hipur një kerubini dhe fluturonte shpejt mbi krahët e erës. Me terrin ai kishte bërë velin e tij dhe si shatore rreth vetes kishte vënë errësirën e ujrave dhe rreth e dendura të qiellit. Nga shkëlqimi që e paraprinte, dilnin rreth të dendura, breshër dhe thëngji. Zoti gjëmoi në qejt dhe shumë i lartë i bëri që të dëgjohet zëri i tij me breshër dhe me thëngji. Hodhi shigjetat e tij dhe i shpërndau armiqt. Lëshoi një numër të madh rrofesh dhe i bëri të ikin me vrap. Në shërtimin tënd, o Zot, në shfryrjen e erës nga flegrat e tua, shtretrit e lumeve u zhdukën dhe themelet e botës u zbuluan. Ai nga lart shtriu dorën, më mori dhe më nxori jashtë ujrave të shumta. Më çliroi nga armiku im i fuqishëm dhe nga ata që më urrenin, sepse ishin më të fortë se unë. Ata u vërsulën kundër meje ditën e fatkeqësisë sime, por Zoti mbajti anën time dhe më nxorri jashtë, larg më çliroi sepse më do. Zoti më ka shpërblyer sipas drejtësisë sime dhe më ka dhënë sipas pastërtisë së duarve të mia, sepse kam ndjekur rrugët e Zotit dhe nuk jam larguar pabesisht nga Perëndia im, sepse kam mbajtur para meje tërë ligjet e tij dhe nuk u jam shmangur statuteve të tij. Kam qenë i ndershëm me të dhe jam ruajtur pa udhësisë, sepse Zoti më ka dhënë sipas drejtësisë sime, sipas pastërtisë së duarve të mia përpara syve të tij. Ti tregohesh i mëshirshëm ndaj njeriu të mëshirshëm dhe i drejtë me njeriu e drejtë. Ti tregohesh i pastër me atë që është i pastër dhe dinak me të ligun, sepse ti je ai që shpëton njerëzit e pikëlluar dhe ul syt që janë krenar. Ti në fakt je ai që bën të shkëlqejë llambën time. O Zot, Perëndia im, ti ndriçon errësirën time, sepse me ty mund të sulmoj një aradh dhe me Perëndin tim mund të kërcej mbi një mur. Rruga e Perëndisë është e përsosur. Fjala e Zotit është pastruar me anë të zjarrit. Ai është mburoja të gjithë atyre që gjejnë streh tek ai. Në fakt, kush është Perëndi përveç Zotit? Kush është kështjell përveç Perëndis tim? Perëndia është ai që më rrethon me forcë dhe që e bën jetën time të përsosur. Ai bën këmbët e mia të ngjashme me ato të sutave dhe më bën të fortë në vendet e mia të larta. Ai mëson duart e mia për betejë dhe me krahët e mi mund të nder një hark prej bakri. Ti më ke dhënë gjithashtu mburojen e shpëtimit tënd. Dora jote e djathtë më ka mbajtur dhe mirësia jote më ka bërë të madh. Ti ke zgjeruar hapat e mia nën veten time dhe këmbët e mia nuk janë penguar. I kam ndjekur armiqtë e mi dhe i kam arritur, nuk jam kthyer prapa para se ti shkatërroj. I kam goditur vazhdimisht dhe ata nuk kanë mundur të ngrihen përsëri. Ata kanë rënë nën këmbët e mia. Ti më ke dhënë forcë për betejën dhe ke bërë të përulen ata që ngrihen kundër meje. Ti ke bërë që të kthejnë kurrizin armiqtë e mi dhe unë kam shkatërruar ata që më urrenin. Ata klithën, por nuk pati njeri që të shpëtonte. Ata i klithën Zotit, por ai nuk u dha përgjigje.
I kam shkelur derisa I bëra si pluhuri para erës. I kam fshirë si balta e rrugëve. Ti më ke çliruar nga grindjet e popullit. Ti më ke bërë udhëheqës të kombeve, një popull që nuk e njihja më ka shërbyer. Me të dëgjuar emrin tim, ata më dëgjuan dhe më bindën, të huajt më nënshtruan, të huajt u ligështuan dhe dolën duke u dridhur nga fortesat e tyre. Rroft Zoti, qoftë e bekuar kështjella ime dhe lëvduar qoftë Perëndia I shpëtimit tim. Ai është Perëndia që hakmerret për mua dhe që më nënshtron popujt, ai më çliron nga armiqtë e mi. Ti më larton mbi ata që ngrihen kundër meje dhe më çliron nga njeriu që përdor dhunën. Prandaj o Zot, unë do ta kremtoj midis kombëve emrin tënd me këngë. Çlirime të mëdha ai I jep mbretit të tij dhe tregohet dashamirës me Davidin, të vajosurin e tij dhe me fisin e tij për jetë.